Saktësisht, sepse ndoshta na pacientët nuk e njohim shumë mirë këtë fotografi, por kur na thua ti, edhe mund të krijojmë një bazë. Po Saronda, kjo është një CT e zakonshme, që pacientat munden me kry, domethënë edhe pa bë PCT hiç. Po tash, ky aparat, kur i ka të dyja, të fuzionume se pacienti nuk e din a ka një CT-a në rezonancën PCT. Domethënë, i bëhet një all body CT, mandej realisht i bëhet PCT-a, edhe kjo në fund del një CT me ngjyra. Petin këtë rast nuk e pata, se po e shohim të domethënë të imazhi e dytë, edhe është normale, domethënë është fiziologjike. Çka është shumë e rëndësishme? Këto nuancat të ngjyra të kuqe, domethënë janë fiziologjike në organet. Është krejt normale se glukozë shumë ka dhe zemra dhe vazhdimisht kur funksionon, domethënë ku e dim se mos po funksionon zemra, nuk funksionon as pacienti. Truni mandej ka merr shumë FDG për shkak se truni është